fokusi i qeverisë dhe besoj me mira për çdo biznes është të rriqet dhe turisti elitar. Edhe kjo protestë ose diskutimi u bë për ndërtimin e një resorti që besoj do të ishte super elitar dhe që ne na mungon. Ne çfarë turistësh po na vinë? Ende po vinë apo jo turistët elitar dhe je për ndërtimin e resorteve të tilla, po themi, gjithmonë normalisht në harmoni me natyrën e tjerë, kjo nuk diskutohet, po resorte të tilla. Po të kapim për shembull Turqi. Turqia ofron sot turizëm elitar dhe ofron paketa të mbyllura. Paketa të mbyllura në resorte të mëdha që ka. Pra pa përmendur tani qytetet e Turqisë që janë pafund. Të gjitha agjencitë shqiptare, operatorët turistik që operojnë duke ju mbushur mendjen shqiptarëve, mua dhe ty, që të shkojmë tek këto resorte, ato kanë një farë fitimi. Jo vetëm operatori turistik. Po ka operatori turistik, ka vendi atje i Turqisë, ka resorti, ka i gjithë infrastruktura, pra e gjithë sektori, pra angazhohet që ne nuk mund ta bëjmë dot në Shqipëri këtë. Dhe kjo është si pasojë e mungesës së resorteve. Në Shqipëri, nëse duam një turizëm elitar, duhet të kemi resorte. Pra kështu siç jemi, nuk mund të kemi do turizëm elitar. Nuk mund të kemi turizëm elitar. Pra ne sot ofrojmë turizëm cilësor, por jo elitar. Jo elitar. Turizmin elitar është në kombinim mes qeverisë edhe privatit. Privati bën resortet, qeveria bën infrastrukturën. Pra e ofron, po themi, në mënyrën më të mirë. Nëse ne nuk do kemi resorte të mëdhaja që ofrojnë gjitha shërbimet për turistët, atëherë ne nuk do kemi asnjëherë turizëm elitar. Resortet të tilla i shërbejnë vendit, i shërbejnë popullit, i shërbejnë të gjithë kategorive në këtë vend. Nuk është e vërtetë që ka disa që thonë, për shembull, ai resorti edhe nëse bëhet unë s'shkoj dot sepse do jetë i shtrenjtë. Ti nuk do shkosh, po djali jot do punojë shofer, do çojë turista tek ai. Tezja jote do shese një domatë, një kastravec, një daja jot do japë në një mënyrë apo në një tjetër. Në një mënyrë apo në një tjetër të gjithë do përfitojnë nga resorte të mëdha, por siç e tham që do të jenë kombinim me natyrën, do të. Pra mos preket si më thon interesat e shtetit ose e natyrës.